Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 10. Data 10 gusht 2026. Kemi një ditë mjaft rëndësishme të ngarkuar, sepse një ditë me ndikimin e Mërkurit në Luan, kjo bën komunikimin e dukshëm të zjarrit të krijues. Tani kemi një përqendrim shumë të fortë në Luan, sepse Dielli, Jupiteri, Mërkuri aktivizojnë të njëjtën shenjë, ndërsa afrohemi me shpejtësi drejt hënës së re dhe eklipsit diellor në Luan, që ndodh në datën 12. Kjo do të thotë se dita ka fuqi të madhe shprehje, por edhe ngarkesë të madhe. Çfarë thuhet tani, çfarë prezantohet tani dhe çfarë vendoset tani mund të ketë jehon më të gjatë në kohë. Mërkuri në Luan ndikon në të fort 10 ditë që i parë i shenjave fikse, Luani, Ujori, Demi dhe Akrepi. Ndërsa Dielli që afrohet gradës së eklipsit aktivizon gjithnjë e më shumë 10 ditën e tretë, të njëjtave shenja, sidomos ata që kanë ascendente në këto shenja. E ditë e rëndësishme për të gjithë shenjat fikse, por në dy nivele të ndryshme. 10 ditë që i parë merrëzim në komunikim, ndërsa 10 ditë që i tretë ndjen presionin e madh të eklipsit që po afrohet. Kurse për Luanët, kjo është një periudhë shumë personale, në fokus, në identitet, në imazh dhe jo vetëm. Vendime dhe zë. Për Ujorin, marrëdhëniet dhe partneritetet janë shumë të aktivizuara. Për Demin, çështjet e shtëpisë, familjes dhe bazë emocionale kërkojnë vëmendje. Për Akrepin, karrierën dhe statutin mund të marrin drejtimin të rëndësishëm. Shenjat e zjarrit, si ngjelet, dashje dhe shqetëtari, mund ta përdorin ditën për krijimtari, studime, udhëtime dhe vizion, njohje të reja për punën e tyre. Për gjithë duhet të kenë kujdes me teprimin, sepse energjia e Luanit mund të rrisë vetbesimin, por dhe egon. Astrologjikisht, duket se është një ditë mjaft e mirë për të rregulluar, stabilizuar çështjet ekonomike financiare, për të rregulluar